Kryeministri deklaronte se s'ka shanse t'i marrin telefonin. Altin Dumani kërcënon Edi Ramën në parlament si e i paprekshëm. Deputeti demokrat Luciano Bocci ka pyetur në Kuvendin e Shqipërisë gjatë raportimit kreun e SPAK Altin Dumani se përse kanë shpallur të paprekshëm Edi Ramën. Altin Dumani tha se për SPAK askush nuk është i paprekshëm, ndërsa theksoi se kryen hetime dhe më pas mblidhen prova dhe ngrihen akuza. Dukshëm Altin Dumani kërcënoi kryeministrin Edi Rama në mes të parlamentit, ndërsa ky fundit më herët ka deklaruar teksa fliste për reformën në drejtësi se mos të bëjnë gabim të vinë të kërkojnë telefonin tim, bolli kanë mbledhur të gjithë telefonat e Shqipërisë. Pyetja nga deputeti Luciano Bocci, pse SPAK e ka shpallur të paprekshëm Edi Ramën, pse nuk mban ai përgjegjësi penale? Përgjigjja e Altin Dumanit, për SPAK nuk ka asnjë të paprekshëm. Në çdo procedim penal të regjistruar hetohet fillimisht në drejtim të faktit penal dhe autorit të veprës penale kryen hetime të gjithanshme me objektiv me qëllim grumbullimin e provave dhe ngritjen e akuzave.